duhet detyrimisht ta kuptojmë se kemi të bëjmë me një Zot i cili është në mënyrë të përsosur i mirë edhe i mëshirshëm. Edhe në bazë të kësaj nuk ja vlen as të na shkojë mendja, pra thjesht veç nëse na ka shku mendja që të aratisemi prej tij, duhet të kërkojmë falje. E lema që të mos jeta të jetë aratisje dhe largim prej tij. Po pra, e lema që të ndërmarrim diçka konkrete. Sido që të jemi, nga se njeriu për një mend, nga njerë edhe për shkak të korrektësisë, njeriu mund edhe të mos jetë fetar, mund edhe mos jetë besimtar, po korrektësia është mbetet njerëzore. Cilësia i ka, po. Pra, edhe e dim se shumë njerëz e vlerësojnë veten me notë negative, dhe njeriu po të jetë korrekt për një mend, shumicën e rasteve do ta vlerësonin veten me notë negative, dhe nga njerë ndodhet në situatat po unë s'kam bë kurrëherë një gjë të mirë. Çka do të kërkoj, me çka do të dalë para Zotit fuqiplot. Në i sjell i dërguari sallallahu alaihi wasallam disa shembuj shumë interesante mirë, që nëse më lejon do t'i përmendja dy prej tyre. Njëri prej shembujve, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, e ka ringjallë Allahu një njeri dhe e ka marrë në pyetje. Kur kemi retorikat këtilla ose rrëfimet këtilla, unë nganjëherë mendoj, them, po flitet për një gjatë të ardhme në trajtën e të kaluarës, kjo ndoshta për të na e parafruar neve se kjo sikur ka ndodhur. Do të ndodhë, po është aq e sigurt sikur me pas ndodhur në të kaluara. Thot, e ringjall Allahu, e merr në pyetje, i apeshon veprat edhe e sheh se shumë begati, shumë mirësi i ka shfrytzu, shumë shërbime, nuk ka pagu për to me asnjë mirësi, edhe e pyet Zoti atë rob, i tha o robi im, a ke bën ndonjëherë ndonjë të mirë? Ai me sinqeritetin më të madh i përgjigjet jo, Zot, thot kurrë në jetën time s'kam bërë asnjë vepër të mirë. Atëherë drejtësia e kërkon. Zoti u thot engjujve, kapeni edhe çojeni në xhehenem, në skëter. Duke e çu, ai kthen kokën mbrapa, sikur do të thotë edhe diçka, dhe Allahu e trajton me mëshirë, thot sikur deshe të thuash diçka, e Zoti i gjithësisë, i gjithdijshëm, i ditë të gjitha. Thot, po, Zot, thot, vetëm desha të them se unë nuk kam mendu për ty kështu. Nuk kam mendu se kemi më çuar në xhehenem. Po thot, çfarë ke mendu? Thot, unë kam mendu se ti kemi më fal. Atëherë Allahu thot engjujve, ktheheni edhe çojeni në xhennet për arsye se ai i cili ka mendu mirë për mua. Pavarësisht se kur nuk ka bë mirë, nuk mund ta zgjedhej.